nga Lituania në Shqipëri. Kështu merr një çmim të mirë, merr edhe vendin e parë, pse jo, të gjitha ke një mikpritje fantastike që bëhen në Shqipëri, e të gjitha këto element ku mund të përfiteshin gjitha bashkë, të bëshin gjitha bashkë se në tokën e bukur shqiptare. Tani ne kemi emocione se jemi shqiptarë vetë, prandaj pikërisht për këtë çast kemi ato gjithçka fjalë të mira që themi për Shqipërinë, por patyshim ne meritojnë sepse e gjejnë mbështetjen. Kështu që kam të ndihmojnë në këtë moment të prezantoj një ndër imazhet më të bukur që unë nga parë deri tani, fituesja e cila në fakt quhet Gloria. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je? Mirë. Je mirë. Më thënë në fillim që ke pak frikë. Pse? Kam frikë që ngatëroj disa fjala, po Ke frikë se ndoshta ngatëron ndonjë fjalë. Okej. Tani, ti nuk është se di shqipen 100%, apo jo, ke pak probleme me shqipen. Pse do ma tregosh pse ndodh kjo gjë? se edhe nëse kam mamin e kam lituane dhe babin shqiptar, edhe nëse unë kam lindur në Shqipëri, mami nuk e mësonte dot shqipen, edhe pra unë duhet ta mësoj italishtën, kështu paktën duhet të komunikoja në ndonjë mod me mami, edhe në shtëpi tani flasim italisht dhe edhe nëse kam lindur këtu jam si italian. Okej, bukur, sepse ti nga që duhet ta mësosh mirë italishtën që të flisje, të komunikoje. Okej, po pak lituane je? Je më shumë lituaneze apo shqiptare? Të bëra pak Të vështirë. gjitha. Të gjitha bashkë. Të pëlqen Shqipëria si duhet Shqipëria? Është vend i bukur? Hajtë mo. Hajde më mos. Hajde më. Okej, më trego pak për shpimin. Ti ke marrë një shpim fantastik sepse realisht ke mbizotruar gjatë eventit të mbrëmjes, se ke rënë sy dhe ke marrë trekitje dhe çmimi ishte më i merituar. Si ishte për ty? Më trego çmimin konkret një herë dhe ma bëj prezantim të plotë vetes. Unë jam Miss Kids World Albanian 2024 dhe çmimi ishte shumë i bukur dhe nuk e mendoja që do kisha fituar këtë çmim. Dhe si ishin emocioni? Ishte emocione pse? Okej, dhe çfarë të tha mami, babi pastaj kur mbaroi gjithë shfaqja? Jemi të lumtur për ty. E prisje ti këtë? E prisje që do shpallësh e fituese? Ja. Ja. Okej. Por kjo nuk do thotë që domethënë ti të humbja shpresat në moment, se pikërisht fakti që ti po shpallë më në fund do thotë që ishte një vlerësim për ty. Tani me gjuhën shqipe si a bën, e ke mësuar mirë? Paka shumë. Paka shumë. Po me italishtën prap duhet të jesh në mëdyshje, se edhe me italisht edhe shqip. Italishtën kam më të thjeshtë. Po mami se ka mësuar gjuhën shqipe? Pak, se Pak. deri që Aha. ka 13 vite që është këtu, e Okej. mësoj që. Po ti në Lituani ke shkuar? Po, Të se pëlqen kam atje? nënën aty. Të pëlqen atje? Shumë. Më shumë atje apo këto? Ja. Ja e tha prap. Po pse sa herë ta them unë ti bie pre provokimin të Shqipëria thuaj. Mirë se bësh shaka, mos ma merrni për kështu tani se e di që do thuash jo unë do zgjedh atë që të pëlqej më tepër, okay. Shumë unë tani. Tani më tregon pak shumë si ishte gjithë kjo eksperiencë për ty. Ti morë pjesë në këtë aktivitet, si lindi ideja për të qenë pjesëmarrëse, kush të ftoi, si shkuan provat, më trego pak të gjitha. Unë doja të ikja vetë Mhm. dhe Okej, merr pak fund. Është normale të ketë edhe pak emocion. Edhe pak gjuhën shqipe ka pak më problem, kështu që është okay. Edhe një herë nisim. Pra, ti e dëgjove këtë gjë dhe doja që të merrje pjesë. Okej, dhe çfarë të thanë në familje? po çartuar se janë ëndrat të tua. Pra të ndihmojnë që të ndiqen ëndra. Më trego pak si ishte takimi, si shkoi aty me fëmijët e tjerë, provat që ti bëje. Shumë mirë bëra direkt, shumë shokë dhe shoqe. A ke ti ndonjë shok edhe shoqe që i ke patur nga atëherë dhe vazhdon akoma ti kesh tot? Po, Ti more një çmim që padyshim të gjithë edhe shokët edhe shoqet mund ta kishin qef ose doni ata ta merrnin. Çfarë të thanë më pas kur mbaroi gjitha? jemi të lumtur për ty se ke bërë këtë pjesë që do jetë ta merrja. Okej, tani shokët edhe shoqet e klasës të kanë suportuar, pra të kanë mbështetur apo kanë qenë pak xheloz? Disa më vështetën, disa ishin pak xheloz. Ishte edhe xheloz, ë? Po çai theti i thëgjë atyre? Okej, tani cili është hobi yt, çfarë do të bësh ti kur të vitesh? Do të bëj hotel për kafshë. Hotel për kafshët. Si kështu? Për shembull, nëse ti ke një kafshë dhe Okej. ti kesh jashtë shtëpit, Mhm. ma jep mua dhe unë do kujdesem për të. Okej, pra ty të pëlqejnë shumë kafshët. A ke ti një kafshë në shtëpi? Po, kisha
dy lepur, një më gordi, një e humba, edhe tani kam një qenë. Po pse ngordë? Ishte pak i sëmëruar. Po i tjetri pse humbi? Që di? Piku? A do doja të merrje më shumë? Jo, se ishin shumë i bënjativ. Vërtet? Po. Okej, çfarë kafshësh të tjera të pëlqejnë ty? Pëlqen delfini, pak a shumë gjithë, Pra edhe më shumë. qenët shumë. Edhe qenushët e vegjël. Pra ti do të bësh një spital veterinar të madh që ti kesh të kujdesesh për gjitha kafshët. Jo spital, po pak gjithë. Pra ti një ambient që të jenë për gjitha kafshët aty. Po. Kesh mundësi të kujdesesh edhe ata që të strehohen e gjitha në këtë formë. Okej, po çfarë mendojnë prindërit për këtë? Janë okay, janë dakord. Po. Janë dakord. Bukur shumë. Tani, në mësime si shkon me shkollën? Shumë mirë. Shumë mirë. Ke ndonjë lëndë që është e preferuara jote? Cila është? Qytetaria, Qytetaria. edhe dituria. Dituria? Dituria pak më shumë. Pak më shumë se të dyja. Po matematika të pëlqen ty? Po. Edhe matematika, ha? Okej. E sigurt që të pëlqen? I di ti bësh ti gjitha këto llogaritjet? Unë nuk po të pyes. Mi sa bëj 1 dhe 1? 1 plus 1 sa bëj? 2. Ndonjëherë, ja kjo na ndodh në jetë. Ndonjëherë ne duket se u bëjmë pyetje të vështira. Ndërkohë që është fare e lehtë. Thjesht desha të provokoja sa e përqendruar ishte dhe e koncentruar. Jo se unë nuk mund të bëj pyetje pak më të vështira, se mund të bëj edhe 2 plus 2 sa bëjmë për shemb. Në këtë lloj forme. Okej, çfarë bën ti në kohën e lirë? Çfarë hobi ke kryesisht? Me çfarë merresh? Plos volleyboll, vizatoj, aerobik. Po prindërit e tu çfarë thon për ty? Do të mbështesin në gjithë rrugëtimin që ti do të bësh? Po. Çfarë do ndjekësh ti kur të rritesh? Çfarë studimesh do të bësh? Ke diçka konkrete përveç po them atë ambientin e madh për kafshët në një profesion që të pëlqen? Nuk e di, të dihet kur të jem pak më e madhe. Nuk e ke vendosur akoma. Ja, akoma pa vendosur kur gjën. Okej. Mirë. Tani kush u gëzua më shumë nga familja jote për çmimin që ti more? Motra e madhe, Motra e edhe prindërit. Çfarë tha motra? Se shumë e lëndë. Po motra ka marrë pjesë kështu në aktivitete të kësaj natyre? Ishte motra e mesme dhe motra e madhe jem. Madhekare. Okej, ajo të mbështet në rrugëtimin tonë? Po. Okej. Po ti çfarë raporti ke me motrat? Me atë të mesme pak shtu se jeton në shtëpi dhe pra. Okej. Me atë të madhen që nuk jeton në shtëpia jonë, se është në Francë. Mirë. Përse me ata që është në shtëpia grindesh pak, ë? Po ti je më grinda vetë apo ja? Të dyja. Të dyja. Po mirë, pra tani nuk do bësh më grinda vetë, do bëni një pakt me njëra tjetrën. Okej. Çfarë të pëlqen ty të bësh në Shqipëri përveç se të merresh me këto kurset ose të luash volejboll, të bësh modelingun e tjetër? Pra të pëlqen udhëtimet, a ke vizituar Shqipërinë? Po. Dhe si të duket? Të bukur. Mirë, se mos e tepërmi zgjodhe vendin tënd atje, ëh, domethënë Lituania, vendin tënd. Kuptim ti të dyja vendin tuaj ke, po preferove më tepër atë. Sa herë ke shkuar atje? Ke shkuar shpesh? Në Lituani? Po. Shumë herë. Shumë herë. Po kur të rritesh do qëndrosh top dhe ish nga Shqipëria? Do ikim nga Shqipëria. Po thuaj që do qëndrosh. Thuaj dhe na bëj qefi njerëz se disa herë zgjodhi Lituani tani, pse nuk e zgjidh Shqipërinë? Mirë, more ti pjesë tek vendi i fundit që u bë me Mr. Kids? A shkove të shifje se si u bë aktiviteti me Xhonin? Dhe si të dukun fituesit? Bukur. Bukur. Do ta vazhdosh garën më tej? Po. Okej, më thuaj një mesazh që do t'i japësh të gjithë shokëve dhe shoqeve të tua në raport me gjërat që ata kanë qejf, që do të bëjnë. Që të gjithë duhet të ndiqin ëndrat e veta. Ëndrat e tyre. Okej. Tani nëse dikush nga ata thotë dëgjoj, unë nuk marr dot pjesë në këto gjëra se nuk ja dal dot. Është e vërtetë? Jo. Jo. Pra, të gjithë mundën. Ti lexon libra? Po. Lexon libra shkollor apo kurse libra të shkollës? Jashkollor. Jashkollor. Ke ndonjë titull që të vjen në mend që po lexon së fundmi? Geronimo Stilton. Është një italisht. Pa ti lexon italisht. Okej. Po të ka ndihmuar paksa kjo situata me prindin që të mësosh edhe një gjuhë të huaj ta përvetësosh paksa. Po. Po me anglishtën? Shumë mirë. Edhe me anglishtën mirë. Po frëngjisht? Jo. Okej, atë ti te italisht dhe te anglishtja më së miri. Po edhe pak rusisht dhe lituanisht, pak spanisht. Edhe pak spanjisht. Mirë shumë. Cila nga këto gjuhë të pëlqen më së tepërmi? Lituanishtja dhe spanishtja.
Lituanisht edhe spanjisht. A jeni në gjendje ti të më thosh më disa fjalë në lituanisht? Për shembull do bësh një prezantim. Jam përpara një interviste, tani do fillojmë intervistën, do E di flasim. vetëm disa fjalë. Okej. Çfarë mund të thosh diçka nëse në një fjali për shembull. Se thjesht do të dëgjoj pak si është teksti aksendi. Disa këngë, Këngë? Po. Okej. për shembull Dina Nana. Baju shkipalu, pejanec të na kraju. Ha, kaqë? Jo, e di po. Mirë, tani çfarë do të bësh diçka tjetër që të pëlqen më së tepërmi në të ardhmen përveç modelingut? Pra sigurisht e morë pjesë për shembull te modelingu. Ka diçka tjetër që të pëlqen në një pjesë sportive ose në art? Pëlqen shumë muzika. Muzika? Edhe Okej. shumë vizatimi se mami është piktore, pak a shumë. Pra të pëlqen dhe ty të pikturoj se më e mamit. Po. Ke dorë për të pikturuar? Po. Çfarë pikturon më së tepërmi? Pak a shumë gjithë. Si edhe disa herë kur nuk kam ide, bëj disa shkaravina dhe ka syri më si një herë i bëra të këmbës e kushirës disa shkaravina Okej. dhe doli një drag. Nuk e di si i thuhet miq. Dragua? Po. Okej, bukur shumë. Po nuk do bësh gjëra dhe më të bukura, apo jo vetëm se natyra. Bën edhe profile. Mirë. Tani si ke raportin ti me ushqimin, me gatimin, ti gaton ndonjë gjë apo je më së tepëri do vetëm të shijosh? Jo, më pëlqen shumë edhe të gatuaj. Gaton ndonjë gjë ti? Po. Çfarë gaton ti për shembull? Carbonara, pizza. Okej, ushqimi i preferuar i fëmijëve, nuk është të gaton ndonjë gjë tradicionale, ti gatosh shqiptare apo nuk? Byrekun po e gatoj me nëndën. Gaton me nënën, se gaton dot vetëm byrek. Me çfarë e bën byrekun kryesisht? Me çfarë përbëre? Me gjiz? Me spinaq, me cheese. Mirë, tani dua një mesazh shumë të bukur nga ana jote, jo vetëm për miqt, nëse edhe ata të rritur, që për shembull rasti yt është paksa i veçantë sepse ti je midis dy shteteve, po them kështu, Shqipërisë dhe Lituanisë, kështu që dhe besoj ti je pritur mirë në Shqipëri, pra të kanë mbështetur, të kanë vlerësuar, ke marrë çmim të parë. Çfarë mund i thuash gjithë atyre që po na ndjekin në këtë moment, ndoshta për mos u dorëzuar, të kenë kurajë të bëjnë ndjekin ëndrat e tyre, çfarë do duash ti mëse njëri kjo është kamera jote që ti mund t'i thuash? Të përpiqeni gjithmonë për ëndrat e juaja, se nëse përpiqeni mund t'ja dilni. Okej, bukur shumë. Ti do përpiqesh gjithkohës, prandaj çdo asnjëherë. Po. Suksese. Edhe një falënderim të fundit boje për këtë do e bësh, falënderimi për gjithë ata që të kanë mbështetur. Kjo do Për falenderoj më së prindërit tepër. edhe për mësuesen shumë se ajo që më ka dhënë gjithë edukat. Thjesht, pastër, bukur, pa gabime. Kështu përcjell një mesazh. Shihemi në një tjetër intervistë.